A e dini kush e shpëtoi Shqipërinë nga ndarja totale në vitin 1919? Nuk ishin shqiptarët. Në konferencën e paqes në Paris, pas përfundimit të luftës së parë botërore, fuqitë e mëdha kishin plane për ta copëtuar Shqipërinë mes fqinjeve: Greqisë, Italisë, Serbisë dhe Malit të Zi. Shqipëria sapo kishte shpallur pavarësinë, por nuk kishte asnjë përfaqësues të fuqishëm në tryezën e vendimeve. Në këtë moment vendimtar, ndodhi diçka e papritur, një amerikan ndërhyri fuqishëm. Ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara, Woodrow Wilson, ai që deklaroi me vendosmëri se Shqipëria nuk mund të ndahet pa dëshirën e vetë popullit të saj. Ai madje kërcënoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të njihte asnjë marrëveshje që nuk garantonte sovranitetin shqiptar. Kjo ndërhyrje e Wilsonit bllokoi planet e copëtimit dhe i dha Shqipërisë një shans për të ekzistuar si shtet. Në një kohë kur Evropa donte të fshinte Shqipërinë nga harta, ishte një i huaj, jo një shqiptar, ai që i doli zot kombit ton. Pa ndërhyrjen e tij, Shqipëria sot ndoshta do të ishte vetëm një kujtim historik. Historia që nuk na e mësojnë në shkollë, por që duhet ta dijë çdo shqiptar.